Protokolli 7. Për plotësimin e planit ton, është i nevojshëm shtimi i pajisjeve dhe personelit të policisë. Në shtete nuk duhet të ketë veç se turma të varfrish dhe disa policë dhe ushtarak milioner të dedikuar për ne. Në të gjithë botën duhet të krijojmë trazira, mosmarrveshje dhe urrejtje. Përfitimi është i dyfisht. Nga njëra anë sigurojmë respektin e të gjitha vendeve dhe njohjen nga ana e tyre se mund kur të duam të shkaktojmë paqëndrueshmëri ose e kundërta, të rivendosim rendin. Të gjitha këto vende do të mësohen të na quajnë barrë e nevojshme. Nga ana tjetër, mekanizmat tona do të ndërlikojnë të gjitha çështjet që kemi ngritur në ministritë e shteteve, aq sa nëpërmjet politikës, po aq edhe nëpërmjet kontratave ekonomike dhe detyrimeve. Për të arritur qëllimin ton, do na duhet të tregojmë dinakri të madhe gjatë periudhës së negociatave dhe marrëveshjeve të ndryshme. Kjo do të arrihet me kontrollin global të paras nëpërmjet një banke botërore dhe një organi që do të vendosi kushtet ekonomike nga të cilat do ofrojë kredit banka botërore. Por në rastin e gjuhës zyrtare, do të ndjekim një taktik të kundërt dhe do të dukemi të drejtë dhe pajtues. Me këtë mënyrë, popujt dhe qeverit e njerëzve do të na quajnë shpëtimtar dhe bamirësa të racës njerëzore, sepse i kemi bërë të mendojnë me mënyrën që ne dëshirojmë. Në çdo pretendim apo kundërshtim, duhet të jemi të gatshëm të shpallim luftë, duke përdorur komshinjt e vendit që guxojë të na kundërshtojë dhe të shfaqë pretendime të padëshiruara për ne. Fshehtësia e veprimeve përbën rrugën e sigurt për suksesin politik. Fjala e diplomatit nuk është e domosdoshme të bjerë dakord me veprimet e tij. Duhet që qeveritë e njerëzve të detyrohen të veprojnë sipas planit ton, të cilin e kemi tashmë dhe është gati për zbatim. Opinioni publik përbën një ndihmë të madhe për plotësimin e planeve tona, sepse media e ka drejtuar në interes të çështjes tonë. Është kujdesur media e folur dhe shkruar të drejtoj opinioni publik fshehtas në duart tona. Realisht, media, me disa përjashtime të vogla, ndodhet në duart tona dhe i shërben qëllimeve tona. Duke përmbledhur, sistemi ynë për nënshtrimin e qeverive të tokës, do thoshim se tek dikush që do të guxonte të na kundërshtonte, do tregonim fuqinë tonë duke përdorur praktika dhe procedura frike. Për këtë do të ndihmoj dhe kjo, se instrumentet tona do të jenë njerëz fajtor dhe duke i detyruar do të bëjnë ato që duam ne. Duhet gjithashtu që të gjithë drejtuesit e qeverive të jenë dukshëm të paaft. Kjo na sjell dy përfitime. E para, do të bëjnë gjithmonë ato çfarë u themi direkt apo indirekt, sepse nuk do kenë një mendim dhe do të friksohen. Dhe e dyta, do të kuptojnë popujt se pas këtyre personave të paaft ndodhen pronar të fshehur dhe do të pranojnë domosdoshmërinë e ekzistencës tonë.